që ngrihen me këto projekt ligje, pasi një prej projekt ligjeve, ajo i sinjalizuesve është një nga projekt ligjet që kanë ngritur pikpyetje nëse po kthehemi hapa pas apo po rikthejmë ato periudhën e errët të komunizmit, ku ne do të jemi të friksuar nga çdo kush dhe për çdo gjë që ne do të themi. Pasi ky projekt ligj, pra projekt ligji i sinjalizuesve, synon në fakt sipas ministrave apo qeverisë në tërësi, synon që të një forme të kulturoj apo edukoj punonjësit si në shtet ashtu edhe në privat për të le të themi për të patur një lloj përgjegjësie më të madhe si ndaj qytetarëve, po ashtu edhe për të qenë më të aftë për të ngritur zërin për të drejtat të caktuara që atyre u shkelen në të gjitha aspektet le të themi në punë, që nga pjesa e sigurimeve, që nga pjesa e le të themi evazionit fiskal që bëhet, pra janë të gjitha këto në kuadër të kësaj është pikërisht ky projekt ligj dhe sipas ministres u shpreh që do duhet që çdo institucion shtetëror apo privat që ka të paktën 50 punonjës duhet të ketë një adresë apo duhet të ketë një mundësi pikërisht për të vënë në punë këto sinjalizues për sa i përket këtyre le të themi shkeljeve që mund të bëhen për të drejtat e punonjësve në punë. Po ashtu janë një projekt ligje të tjera, por u ndalë në këtë konferencë edhe në pyetjet e gazetarëve, ku zoti Toni Gogu ju përgjigj edhe interesit e gazetarëve për sa i përket rëndësisë që kanë dy reformat, ajo territoriale dhe zgjedhore, që do të duhet të ketë edhe një debat në publik lidhur me këtë. Pasi vlen të theksohet që Bashkimi Evropian, por edhe partnerët ndërkombëtar në tërësi, përfshi këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadës së tyre në Tiranë, kanë ngritur shqetësimin apo kanë kërkuar nga ana e maxhorancës, por edhe opozitës një konsensus dhe dialog politik për sa i përket këtyre dy reformave. Por nga ana tjetër, përballë këtyre thirrjeve të ndërkombëtarëve që ndrojnë në qëndrime tërësisht të kundërta Partia Demokratike apo opozita në tërësi dhe Partia Socialiste në maxhorancë. Nga njëra anë shprehen që nuk marrin pjesë për shkak se rezultatet janë të paracaktuara, nga ana tjetër kemi një maxhorancë socialiste e cila shpreh që nëse ju s'merrni pjesë, është punë për ju, ne do ju presim dhe siç tha ultimatum një ditë më herët, ne do ju presim deri në javën e ardhshme dhe nëse deri në javën e ardhshme ju nuk do të arrini dot të dilni tej asaj që maxhoranca socialiste e konsideron si një paralizim apo tentativë për të paralizuar jetën e kuventit, jetën e deputetëve dhe në tërësi të qytetarëve shqiptarë dhe integrimit evropian.